për ata që njohin. Dhe doja të thuaj diçka për ju. Unë jam anëtare në Këshillin Bashkiak Mjedis dhe ne bëjmë shumë punë për ju dhe për komunitetet ku ne jetojmë. Një ndër punët më të mira që mund të bëjmë ne atje në Këshillin Bashkiak është në radhë të parë që të ndisim njerëzit të mos ndotin ambientin. Dhe në radhë të dytë është që ne t'i mbrojmë lumejt që kemi. Që shikoni jeni shumë të vegjël, por lumi Rubikut shumë kohë më parë ka pasur një nivel uji më të lartë. Dhe aty shkonin, vajzat e mia bënin plazh. Sot ju nuk bëni dot plazh aty sepse ne nuk jemi të zotë që të ruajmë atë nivel uji të mjaftueshëm për të bërë këtë. Prandaj unë ju them duajmë natyrën. Natyra është ajo që ne na don më së shumti nga të gjithë. Unë jam dhe zgjedhur për vitin që shkoi, gruaja e gjelbër e Ballkanit Perëndimor. Është një çmim ballkanik që unë e kam marrë atje në Sarajevo dhe e kam sjell tek ferma ku punoj. Sepse unë punoj në një fermë, vajzat e mia Luna dhe Lea punojnë në një fermë. Të punosh në fermë dhe në natyrë është një privilegj i madh dhe nuk është turp të punosh me kafshët. Dhe për këtë, mua më dha një çmim që unë e kam sjell në fshatin tim dhe kam dëshirë ta ndaj me secilin prej jush. Kështu që gëzuar ditën e tokës, duheni tokën shumë se ajo na don edhe më shumë. Faleminderit. Shojmë atyre që vinë pas nesh, fëmijëve që janë duke u rritur. Kjo pyetje nuk lidhet vetëm me mjedisin në mënyrë të izoluar, sepse kjo pyetje nuk shtrohet në mënyrë të pjesshme. Kur pyesim veten në lidhje me botën që duam të lëmë, nëse kjo pyetje nuk tingëllon fort brenda nesh, nuk besoj që shqetësimet tona ekologjike mund të arrijnë efekte të rëndësishme. Por, nëse kjo pyetje shtrohet me guxim në mënyrë të pashmangshme, na çon në pyetje të tjera të drejtë për drejta. Për çfarë qëllimi kalojmë nga kjo botë? Pse kjo tokë na zgjodhi neve, të zgjodhi ty, zgjodhi gjithë secilin prej nesh? Për çfarë i duhemi kësaj bote? Të gjitha këtyre pyetjeve do t'u gjejmë përgjigjen kur ta kuptojnë rëndësinë e madhe që mbartin këtë fjalë. Jemi ne që duhet të përçojmë një planet me jetë të banueshëm për njerëzimin pas nesh. Është thjesht të lëmë rënoja, shkretëtira e habitate pa jetë. Ritmi i konsumit e shpërdorimit i ka kapërcyer kufijtë të planetit tonë, në atë mënyrë ku stili jetesës është bërë i papërballueshëm. Gjë që mund të çojë vetëm në katastrofa, sikurse faktikisht është duke ndodhur periodikisht në vende të ndryshme të botës. Zbutja e efekteve të ekuilibrit aktual varet nga ajo që bëjmë tani. Nuk e meritojnë brezat e ardhshëm të vuajnë pasojat e këtij ekuilibri, ku shkaku kryesor jemi ne.